ti je një vajzë vizionare që ke ndarë sot në këtë moment jetën tënde, kohën, pasionet dhe energjisë midis dy dashurive, arkitektura dhe politika. Kam krijuar një vizion ndryshe për arkitektën, një vizion ndryshe për studion. Dhe thash këtë, unë duhet ta implementoj edhe në politikë. Unë sa herë që vi tek studio jote, ha një çokoladë të mirë që e ke gjithmonë në tavolinë, dëgjoj muzikë të bukur, ka një energji të mirë dhe një ndriçim fantastik. Donim të krijonim një projekt ndryshe. Pra, me stil futurist, që klienti në momentin që do të hynte në të, do të përfshihej dhe nuk do të dilte nga zyra para firmos kontratën. Përsa i takon pastaj kontaktit me njerëzit e thjesht, me të cilët je njohur gjatë rrugëtimit tënd në këtë fushat elektorale, mund të më thuash çfarë të ka lënë bresa? Jam takuar me njerëz të jashtëzakonshëm, të cilët më kanë bërë të ndihem mbi e shtëpisë apo shtëpive të tyre ku kam shkuar për t'i takuar. Tani kantierë ju të shkuvendi popullor, edhe inxhinierët, arkitektët, projektuesit janë publiku, njerëzit që ke takuar dhe që po besojnë tek ty. Eksakt. Shpresoj që ky kantier i sallës së parlamentit të jetë pak më i qetë, sepse tek ai kantieri real aty në ndërtim dalin ca grinte dhe ca terma. Çdo qytetar që na ndjek mund të thoshte që edhe të hyjë në politikë për të zgjeruar rrethin tënd të biznesit, kontaktet e tua, për të forcuar reputacionin tënd. Unë jam shumë e qartë për këtë se ku ndahet edhe bashkohet kufiri i përfitimit personal me përfshirjen time në politikë, sepse unë nuk do të loboj në të mirat personale të biznesit tim, por do të loboj për të mirat e interesit të madh publik. Jam shumë e kënaqur që sot kam një arkitekte e cila synon të fitojë një mandat në Parlamentin e Shqipërisë si deputete për listat e hapura në qarkun e Tiranës. Unë të kam njohur si drejtuesen e APA Studio dhe kam punuar për 2 projekte me ty dhe kam mbetur vërtet shumë e kënaqur sepse ti je një arkitekte fantastike, jo vetëm si artiste dhe si një njerëz që e vizionon projektin nga pikpamja arkitektonike, por je bashkë me skuadrën tënde dhe një menaxhere perfekte e kohës dhe parave. Mirë se ke ardhur Persida Shkrepa dhe të uroj shumë suksese në këtë fushatë elektorale. Të falenderoj shumë Alketa për ftesën. Në fakt kur ne biseduam për podcastin, për mua ishte një emocion shumë i bukur, sepse sa herë që ne takojmë bashkë, ti je një burim frymëzimi. Faleminderit. Dhe përpos frymëzimi për sa i përket sipërmarrjes, punës, të përditshme së komunikimit, ti je edhe një ikonë e elegantës dhe të bukurës shqiptare. Shumë faleminderit. Jam shumë e kënaqur dhe krenare që kam hapur këtë dritare komunikimi për të gjithë të rinjt shqiptar, të cilët kanë dëshirë që të kenë një zë dhe të komunikojnë një vizion. Edhe unë e di që ti je një vajzë vizionare që ke ndarë sot në këtë moment jetën tënde, kohën, pasionet dhe energjisë midis dy dashurive, arkitektura dhe politika, dhe nuk e di çfarë të solli ty në politikë. Pse ti do të jesh një deputete kur ke një kompani që funksionon perfekt? Ke në duar disa nga projektet më të mira që qarkullojnë për momentin në zona bregdetare, por edhe në qytet, por kjo nuk të mjaftoi. The dua të kem një zë në Parlamentin e Shqipërisë. Pse? Unë jam një grua e bërë vetë, self-made thuhet sot në gjuhën kombëtare, dhe duke qenë e tillë, çdo gur, pra që kam hedhur në themelet e karrierës time, e kam krijuar vetë. Dhe e pash një moment më të mirë se unë ja dola të krijoj një kompani të suksesshme. Kam krijuar kontakte me njerëz të cilët kanë patë ndikim të shkëlqyer në biznesin dhe në jetën time personale. Dhe në një moment të saktuar, kur pash se politika bërë një thirrje për të rinjt, thash pse jo? Unë për sa kohë arrita të krijoj vetë, të jem suksesshme dhe të krijoj një kompani e cila ka sukses, jo për sa i përket vetëm dhe ardhurave apo biznesit, por kam krijuar një vizion ndryshe për arkitektën, një vizion ndryshe për studion. Dhe thash këtë, unë duhet ta implementoj edhe në politikë, që i gjithë kjo derë detare që unë kam hapur për të rinjt, të smadhohet edhe më shumë edhe të ftohej edhe të rinj të tjerë të cilët janë në Shqipëri të na bashkohen, por dhe ata të cilët janë jashtë dhe janë me studime, të kthehen, sepse Shqipëria është një vend që gëlon nga energjia edhe është vendi më potencial për të gjithë të rinjt. Më pëlqeu kjo që the dhe kam vërtet shumë dëshirë që mos kemi asnjë të ri pesimist, dhe asnjë shqiptar pesimist në këtë vend. Shqiptarët që janë këtu do të qëndrojnë këtu për të bërë gjëra të mira, si ato që ke ndërtuar ti, dhe shqiptarët që janë jashtë, të cilët janë mërzitur dhe janë lodhur, se ndonjëherë thonë ka ardhur më të hundës jeta në emigrim kurbet, të kthehen këtu në këtë vend për një Shqipëri më të mirë, sepse unë do vazhdoj të them në këtë podcast që e kam quajtur politik, po s'fare politik në fakt, që Shqipëria nuk është e politikanëve, Shqipëria është e shqiptarëve dhe bashkë me politikën shqiptarët mund të bëjnë një Shqipëri më të mirë. Kështu që faleminderit për mesazhin që ke ndar. Unë sa herë që vi tek studio jote, ha një çokoladë të mirë që e ke gjithmonë në tavolinë, dëgjoj muzikë të bukur, edhe tek studiot e tua, tek zyrat ka një energji të mirë dhe një ndriçim fantastik. Kur ne zhvilluam dhe krijuam, ishim në fazën e parë të krijimit të projektit për studion tonë të projektimit, donim të krijonim një projekt ndryshe. Pra me stil futurist,
që klienti në momentin që do të hynte në të, do të përfshihej dhe nuk do të dilte nga zyra para firmos kontratën. Pra ka qenë çdo gjë e qëllimshme. Ti doje që impakti vizual ta bënte atë të merrte një vendim pa filluar. Edhe mos të largohej më nga studio me dyshimin apo me dilemën për të qenë pjesë e bashkëpunimit ton apo jo. Përsa i takon pastaj kontaktit me njerëzit e thjesht me të cilët je njohur gjatë rrugtimit tënd në këtë fushatë elektorale, mund të më thuash çfarë të ka lënë bresa? Këtu ndryshon realiteti sepse ndryshe nga takimet në studio me investitorë dhe njerëz të cilët vinë për të krijuar dhe për të zhvilluar gjëra për te atyre që kanë krijuar deri sot, realiteti me njerëzit është shumë ndryshe. Është një realitet i ngrohtë zemre. Pse e them këtë? Sepse unë jam ndier shumë e ftuar tek njësia ku unë po zhvilloj edhe fushatën time elektorale. Jam takuar me njerëz të jashtëzakonshëm, të cilët më kanë bërë të ndihem bi e shtëpisë apo shtëpive të tyre ku unë kam shkuar për t'i takuar, edhe ata tek unë shohin njerëz e drite dhe njerëz e dielli. Dhe këto janë fjalët e thëna nga goja e tyre kur unë shkoj tek shtëpitë e tyre, dhe në fund të bisedave, sepse ata shohin tek unë një rrezë drite dhe shpresë për fëmijët e tyre. Pra të duam dhe ne që fëmijët tanë të jenë si ty. Do duam dhe ne që fëmijët tanë të ndërojnë si ty dhe të zhvillohen si ty. Dhe duke dëgjuar këto për ditë, ti karikohesh dhe motivohesh për të ecur më shumë përpara dhe të gjitha ato instrumenta që ti ke pasur mekanizma për të implementuar në politikë, mendon se janë të duhura dhe ka qenë vendimi i dur që unë të marr pjesë në politikë. Po të hedhim syt nga parlamenti aktual apo të gjitha këtyre viteve që ne po shohim politikë, është dominuar nga politikanë me eksperiencë që patjetër i duan parlamentit edhe politikës, por për të bërë këtë ndryshimin e madh që ne të afrohemi drejt Europës, do duhet të ketë një frymë të re. Parlamenti ka nevojë për frymë të re, për energji të re, për ata të rinj të cilët ka rezultate të shkëlqyera akademike, aq më tepër ku kanë edhe rezultate të shkëlqyera në sipërmarrje apo në biznes. Shikoj këta shumë politikanë i hyn politikës për përfitime personale, për të shtuar rrethin e kontakteve të pushtetshme, edhe për të zgjidhur hallet e tyre personale, edhe për të përfituar në fund, sepse dihet që politika e para shumë viteve ka qenë e tillë. Ndërkohë që unë nuk hyj në politikë për të përfituar, sepse e kam shuar këtë etjen përpara edhe për një test të mirë që e vogël, sepse i kam zhvilluar çdo gjë vet me dinjitet dhe me pastërti, me një punë të palodhur dhe pa kompromise, dhe ashtu do të jem edhe në politikë. Nuk do të bëja kur kompromise të cilat të ishin në dëm të mirës publike. Nuk ka një konflikt interesi këtu në këtë rast? Pse duhet ta besojnë njerëzit këtë deklaratë që ti bën sot? Sepse çdo qytetar që na ndjek mund të thoshte që edhe ti hyn në politikë për të zgjeruar rrethin tënd të biznesit, kontaktet e tua, për të forcuar reputacionin tënd, për të dhënë më shumë e përsi studios tënde mes konkurrentëve të tjerë. Unë i kam të gjitha këto, rrjetin e klientëve potencial, rrjetin e klientëve të cilët kanë qenë ata që mua më kanë bërë sot jem kaq e suksesshme, edhe nuk besoj se do të ketë vend që reputacioni im të jetë në të mirën time personale. Reputacioni im do të krijohet në të mirën dhe shërbimin e njerëzve të atyre të cilët më hapin derën për ditë. Të pëlqen që në Parlamentin e Shqipërisë të ketë diversitet profesionash? Do të ishte ideale në fakt që në parlament të kishim diversitet deputetësh me profesione të ndryshme, sepse secili nga ata me profesionalizmin e vet do të jetë maksimumin për fusha të ndryshme në të mirë të gjithë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Për shembull, unë që jam një arkitekte, do të vazhdoj patjetër kauzën e rilindjes urbane, sepse ne jemi në proces, por në këtë rilindje, këtë boom zhvillimi arkitekturor që Tirana është kthyer dhe gjithë Shqipëria, por kryesisht Tirana është kthyer në një turizëm arkitekturor sot, do duhet të cekim pak edhe pjesën e planifikimit urban që të gjitha këto zhvillime të jenë sinkron të ndërtuara edhe me mirëqenien e lëvizjes, trafikut, gjelbërimit e tjera. Çfarë do bëhet ndryshe për Tiranën dhe çfarë do bëhet ndryshe në Shqipëri sot? Për shembull, di që faza e parë e rilindjes urbane ka qenë rehabilitimi i të gjitha qendrave. Pra çdo qytet të kishte një qendër vitale me aktivitete tregtare, me njerëz edhe me sheshe që gumzhin nga energjia e qytetarëve, po edhe nga turistët. Sot për shembull ne kemi një sfidë në shumë qytete si Korça, si Shkodra, që këto qytete, këto kryeqendra mos adaptohen vetëm nga turistët dhe të bëhen të pajetueshme nga qytetarët lokal, por të kemi lokalet që qëndrojnë aty dhe nuk shkojnë të migrojnë në kryeqytet, në metropolë në Tiranë, apo të emigrojnë jashtë Shqipërisë në vende të tjera. Kështu që kemi dy sfida këtu, të ftojmë turistët dhe t'i kënaqim, po të mbajmë edhe lokalet. Ajo shkon automatikisht. Në një kohë kur turistët edhe gjithë qytete gumëzhin nga ky dinamike turistëve nga gjithë bota, automatikisht edhe njerëzit lokal nuk largohen se zhvillojnë biznese, hapin bujtina, hotele, Airbnb, bizneset vogla, shërbime të vogla, të cilat ata i ndihmojnë për të mos u larguar jo vetëm vet, por krijojnë një trashëgimi për fëmijët e tyre. Pra ky është një plus shumë i madh. Për sa i përket propozimit tim se çfarë do të sjellë unë ndryshe,
Unë besoj se rilindja urbane po vazhdon edhe do të vazhdoj me të njëjtin ritëm. Ajo që duhet kemi parasysh përpos propozimit për zhvillim, janë disa mekanizma dhe problematika të cilat duke pasur një zhvillim galopant me hapa kaq galopant sa ka pas Shqipëria, janë sa problematika që duhen zgjidhur. Siç është trafiku, siç janë parkingjet, siç është pjesa e kualifikimit të ajrit, sepse duke pasur një zhvillim dinamik shumë të madh ne duhet të fokusohemi tek miqënia e përditshme e çdo njeriu që merr frymë që frymon në Shqipëri, kryesisht në Tiranë është shumë e ngarkuar. Zonat e gjelbra, edhe patjetër të japim një fokus shumë të madh këmbësorëve siç është dhënë në ndër këto vite. Ju arkitektët në kantieret e ndërtimit për projektet tuaja jeni avokatët më të fortë dhe drejtoni, bëni komand, keni një grind tjetër. Tani në kuvendin e Shqipërisë do ta sjellësh ti këtë grind? Ashtu siç jam lidhën time të përditshme dhe profesionale në kantiere, që ne jemi dinamike dhe marrim vendime të cilat nuk i kthejmë pas, ashtu të ndër në politik. Pra kur marr një vendim për platforma të caktuara të cilat i krijojmë me propozime duke bashkëbiseduar me të gjithë stafin, marrim një vendim, pra atë nuk ka kthim brapa, nuk bëj kompromise, do ta zhvillojmë siç ne e kemi projektuar në letër apo siç do ta projektojmë nesër në parlament. Kështu ndodhet edhe me projektet tuaja arkitektonike, vjen një vizion, e dizenjon, pastaj e dojnë 100% realizuar mbas edhe më mirë në kantier apo jo? Patjetër, gjithmonë ne kërkojmë që kantieri të jetë 110% më shumë se sa është projekti në letër. Alita, rezultati nuk arrit vetëm. Edhe çdo projekt edhe çdo ide apo objektiv që ne realizojmë në studio, ne realizojmë në grup. Sepse jemi një grup arkitektësh, secili nga ata ka karakterin e vet, secili nga ata ka të ngjyrën e vet, dhe kur bashkohen bashkë të gjitha, ne krijojmë ato projekte të bukura të cilat i shohim edhe në realitet. Dhe na bën të suksesshëm. Dhe unë mendoj se kështu do vazhdoj edhe në politik. Unë do të jem me veten, do të kem një grup që më përfaqëson, një grup që ndaj mendime me njëri tjetrin, japim propozimet tona sepse secili nga ne ka një element X. Dhe ai faktor X, duke mos e bllokuar, por duke e lënë të lirë për ta shprehur të rinjt qoftë edhe në politik, do të sjellë ato ndryshimet e bukura që ne kërkojmë në Shqipëri dhe zhvillimin drejt Bashkimit Evropian që është misioni jon kryesor. Po flisnim për rilindjen urbane dhe e lam bashk tek misioni social që ka arkitektura. Më jep të lutem një vizion si arkitekte për shtresat në nevojë. Tirana nuk është një vend që ndihmon invalidin, që ndihmon nënën me fëmijë, që ndihmon moshën e tretë. Ne kemi vërtet mangësi. Unë isha përpara pak ditësh në një pallat për të xhiruar diçka në një apartament, edhe më pëlqeu shumë vizioni i projektuesit dhe ndërtuesit, të cilët nuk e kishin në një format standard ashensorin, por kishin një ashensor të dytë ku mund të hynte një barel, ku mund të hynte lirshëm një biçikletë, ku dikush që kishte bërë pazari dhe ishte moshë 3 dhe nuk mbante dot peshat, mund të fuste nga supermarketi aty afër karrocën me ushqime, një nën mund të vendoste pa problem karrocën në dy binjakëve. Domethënë janë disa gjëra të cilat mbase nuk janë standarde, por duhet të jenë një opsion i mirë. Unë mbase nuk po kërkoj shumë apo jo si qytetare këtij vendi, që ti ketë çdo pallat këto dhe këto duhet i vendosi shteti apo jo. Në fakt arkitektën bëri kurioz edhe mua si arkitekte për të parë se kush është ky objekt që implementon këto standarde europiane apo këto standarde të projektimit për nevojat e banorëve. Është një pallat afër Gardës. Kështu që duar trokitje për atë ndërtuesin, me thënë drejtën, po më ka bërë shumë përshtypje. Sepse ne krijojmë projekte, pra në Shqipëri sot kemi arkitektë me famë botërore, të cilët zhvillojnë dhe krijojnë projekte që bëjnë ndryshimin, që sjellin një frymë të re. Por ne harrojmë shumë misionin arkitektonik social, që do të thotë të krijojmë edhe të projektojmë me standard. Je në syrin e medias, je në syrin e ciklonit të publikut, i cili nuk të kursen dhe publiku bën gjithmonë oponencë, është opozitar, dhe me pozitën dhe me opozitën, për çdo po kënaqësi ngre zërin. Nga ana tjetër e ka kufizuar veten tënde se nuk je më në biznes që ti jesh e lirë, që të pish ato që do, të bësh pushimet që do, të vendosësh ato orën që ke vendosur. Njerëzit mund të kritikojnë dhe të thonë për shembull, kjo ora kushton kaq, të bëjnë llogarinë atij bërzylikut që ke vendosur. Ti intimidon kjo, të shqetëson? Jo. Kjo nuk më intimidon fare, nuk më shqetëson sepse unë të gjitha këto të mira materiale apo të mira të cilat më bëjnë të ndihem mirë, i kam realizuar përpara se të hyj në politik. I kam fituar me shumë punë edhe do të vazhdoj ti kem, ti posedoj, ti vendos. Atëherë sa herë do më duhet mua të marr një kënaqësi personale në një ditë të caktuar që më duhet të vazhdoj edhe më shumë aktivitetin tim. Që më kufizon nga liria ime, patjetër që po. Tani kantieri yt është kuvend popullor, edhe inxhinierët, arkitektët, projektuesit janë publiku, njerëzit që ke takuar dhe që po besojnë tek ty. Eksakt. Shpresoj që ky kantier i sallës së parlamentit të jetë pak më i qetë, sepse tek ai kantieri real aty në ndërtim dalin ca grinte dhe ca terma edhe ca fuqi të cilat janë përtej asaj që ti je, sepse do duhet patjetër në moment caktuar ti jesh i tillë për të zgjidhur problematikat. Të drejtosh një intervistë politike ka qenë edhe për mua punë serioze.
kam lexuar, kam studiuar, edhe kam parë për shembull të drejtat e një eurodeputeti. Për shembull, lexova për miksimin e profesioneve për gjithë europarlamentarët në Parlamentin Evropian, të cilët mund të kenë edhe background profesional si yti, mund të vinë nga fusha e biznesit, mund të vinë nga fusha e ligjit, mund të kenë sipërmarrjet e tyre private, por ka disa konsiderata etike, të cilat janë kufizuese për të respektuar kodin etik të këtij profesioni. Ti je një biznes bërse, je një arkitekte dhe duhet të kesh kujdes disa gjëra. Kur thuaj që një pjesë të kohës do ja kushtoj detyrës deputetit, që është një mision publik i cili do një kuptim 24 orë në dispozicion për çdo lloj gjëje që mund ndodhi, çdo lloj ngjarje. Sikundër do vazhdoj biznesin tim. Si do ta ndash kohën edhe angazhimin? Që në momentin e parë që unë u afirmova si një kandidate zyrtare për deputete, edhe më përpara në fakt isha përgatitur, kisha marrë masat që unë nuk do të isha më administratore e kompanisë time, por do të jem thjesht një aksionere. Punën kryesore do ta bëj aksioneri dhe administratori, partneri im që është në biznes, dhe gjithë stafi, të cilët ishte deleguar sot të gjithë përgjegjësia e studios. Unë do të jem në politik 100% e përfshirë në çdo orar të ditës, në çdo ditë të javës dhe në çdo muaj të vitit. Por absolutisht dhe një pjesë e vogël e fokusit do të jetë tek arkitektura dhe tek sipërmarrja ime, sepse unë pushoj të ekzistuari nëse nuk do të jem një arkitekte. Pra atje unë gjej fuqinë, pasionin për të ringritur dhe për të vazhduar gjithë ato iniciativa që unë kam marrë sot. Cili është ai kufiri që ndan biznesin nga misioni publik në politik? Trump vjen nga një background suksesi absolut në biznes. Silvio Berlusconi, ish kryeministri i Italisë për disa mandate, gjithashtu kemi pafund të raste politikanësh të cilët vinë nga fusha e biznesit. Ti si do ta ekuilibrosh këtë në të mirë të interesit publik dhe jo interesit personal? Unë jam shumë e qartë për këtë se ku ndahet edhe bashkohet kufiri i përfitimit personal me përfshirjen time në politik, sepse unë nuk do të loboj në të mirat personale të biznesit tim, por do të loboj për të mirat e interesit të madh publik. Çfarë mendimi ke për projektuesit ndërkombëtar dhe studiot më të mira arkitektonike, të cilat janë vendosur këtu në Shqipëri? Qeveria prej disa mandatesh ka mbështetur disa nga studiot më të mira ndërkombëtare për të realizuar disa projekte vërtet transformuese. Si ndihen studiot shqiptare kur ndodh kjo përzgjedhje? Ka dy anë medalje kjo. Sepse ana e parë e medaljes është që ne arkitektët shqiptarë, sepse kemi shumë vizion dhe ka studio projektimi dhe arkitektë që janë realisht pasionant dhe vizionar në ato që projektojnë, por ne na duhet ajo eksperienca e këtyre arkitektëve të huaj të cilët kanë arkitekturën ndër breza të trashëguar dhe sot kanë një gjurmë në të gjithë anët e botës. Dhe kjo është shumë gjë e mirë sepse vërtet është eksperiencë, ne të rinjt mësojmë prej tyre dhe e zhvillojmë këtë në brezat në vazhdim. Por ka dhe një anë tjetër të medaljes, e cila duhet ripar edhe duhet rivlerësuar nga qeveria, është fakti se jo çdo projekt që zhvillohet në Shqipëri sot do duhet patjetër të kalojë nga një studio huaj. Ka projekte të cilat janë më të vogla se sa ato të potencial, po themi ndërtimet potencial që ka Shqipëria, të cilat fare mirë mund të zhvillohen nga arkitekt shqiptar dhe ka shumë. Çfarë do t'i thojë me kurajo kryeministrit për shembull? Unë kryeministit të vendit, si një arkitekte me kurajo, por duke mbështetur masivisht vizionin që ai ka për zhvillimin e vendit, do t'i thoja që do duhet të bëhet një rikonceptim apo rindarje apo ribesim i këtyre projekteve, sepse kemi projekte relativisht të vogla që dhe vlera e investimit është shumë e vogël dhe mund t'i besohet shumë me arkitektë shqiptar pa patur nevojën për të patë një bashkëpunim me një studio të huaj, sepse vlera e investimit atij projekti është relativisht shumë e ulët dhe kosto që do duhet të paguaj për një projekt të caktuar i cili projektohet nga arkitektë të huaj është paralelisht një vlerë goxha e konsiderueshme dhe bllokon investitorin e vogël shqiptar, pra që po themi. Dhe kjo duhet parë pak me një sy më kritik nga kryeministri që të çelë një dritare apo të hapë një derë tjetër që t'i kërkojë mundësi edhe studiove shqiptare për të bashkëpunuar, po edhe atyre investitorëve të vegjël, jo atyre strategjik, për të zhvilluar biznesin e tyre apo ndërtimin e tyre. Ka një argument që ata marrin në dorë projekte shumë prestigjioze, të cilat bëjnë revolucion urban, japin një identitet dhe fizionomi shumë perëndimore qytetit, kryeqytetit, edhe mund të jenë shumë të larta kostot në fillim për t'i paguar, por eficienca e projektit për gjithë gjatësinë e tij është fantastike, gjë që nuk është në kulturën e studiove arkitektonike shqiptare. Çfarë do thojë ti për këtë? Kjo është shumë e vërtetë. Edhe prandaj ne arkitektët e kemi përqafuar shumë mirë të bashkëpunimi me këto arkitektë huaj, sepse për ne është një shkollë e dytë, një universitet i dytë që ne e praktikojmë duke marrë dije nga liderat, arkitektë lider sot në botë. Çfarë thot bashorti yt për sipërmarrjen e re politike publike? Bashorti im në fakt është mbështetësi im më i madh
është ai kolegu im I përjetshëm që unë e quaj të tillë sepse në çdo supermarket time ai ka qenë atje për të më suportuar dhe për të më dhënë kurajin që vazhdo, ec përpara, ti ja del gjithmonë, do ja dalësh këtë radhë. Ti je një sarandiote? Unë jam një sarandiote. Dhe nga nëna dhe nga babai? Një sarandiote e lindur rritur në Sarand, por origjina e dy prindërve të mi është nga Gjirokastra. Dhe bashortin e ke nga Saranda gjithashtu? Bashorti im dha e lindur rritur në Sarand, po dhe nga ato zona, nga Delvina dhe Përmeti, pra I kemi marrë gjitha trevat e jugut mbar në familje. Jeni njohur që 14 vjeç të dy. Në fakt ne jemi njohur 14 vjeç në ato plazhet e bukura të Sarandës kur ne kalonim fëmijërinë ton dhe për t'u ritakuar përsëri kur unë vazhdova studimet në Tiranë dhe aty filluam dhe krijuam lidhjen ton e cila ka lindur në një moshë të vogël, u zhvillua në një moshë më të pjekur për të mos u shuar më kurrë, shpresoj. Çfarë ka ndodhur me historinë tuaj, juve dy sarandiotët pasional që takuat 14 vjeç, u dashuruat në moshë studentore dhe vazhduat gjithë këto vite bashk. Keni pasur ju ndarje, bashkime, largime, ritakime? Si ka qenë jeta juaj, apo lineare apo vetëm lëritje? Ne nuk kemi pasur asnjëherë ndarje dhe bashkime, siç ndodh me çdo çift dhe është më se normale, sepse ne kemi një element shumë të rëndësishëm në gjithë marrëdhëniet tonë, që kemi respekt për njëri tjetrin dhe secili ka hapësirën e vet. Do më që cili ka hapësirën e vet, zhvillon pasionin e vet, kalon kohën e vet në shoqërinë e vet dhe patjetër që kryesorja është dashuria edhe mbajtja forte e familjes të vogël që ne kemi krijuar bashk. Po ta shikosh si një transformim të dy anshëm, si e shikoni njëri tjetrin nga periudha e ndrimtarëve tek dy njerëz të realizuar tani? Në fakt, bashorti im ka bërë sakrificë shumë të madhe kur unë kam marrë në Tiranë, është vendosur për të zhvilluar studimet e mia. Ai ishte krijuar një biznes, një supermarket të vogël në Sarand. Aty u desh ta ndërpriste këtë supermarket që kishte nisur në qytetin e lindjes, për të ardhur në Tiranë për ta nisë nga zero, për mua të qëndronte afër sepse unë isha shumë emocionale, delikate dhe më duhej ndihma dhe suporti I tij për të vazhduar jetesën në kryeqytet. Partneri im është shumë kavalier dhe përpose më suporton mua në çdo iniciativë time dhe thotë gjithmonë kur do marrin fund këto iniciativat e tua, sepse sa që të thohemi ti nis diçka të re. Është edhe ai person I cili mua më surprizon. Çfarë të bën të qash ty? Unë qaj nga gëzimi, nga emocionet e bukura, qaj dhe nga hidrimi, edhe kjo është një pikë në fakt vërtet e ndjeshme dhe emocionale, por është e dobët shumë për mua sepse më ndodh shpesh që unë të thyem nga emocionet, por pastaj e gjej energjinë dhe fuqinë për t'u ringritur, përsëri për të vazhduar. Nuk mendon që lotët e bëjnë një grua edhe më femërore, e bëjnë më të bukur, më delikate, më të ndjeshme? Ke frikë nga lotët? Pse mendon që lotët e bëjnë të thyesh me një grua? Sepse lotët tregojnë një mungesë vetbesimi, mendoj unë, kështu interpretojnë njerëzit. Nuk tregojnë edhe një nivel shumë të lartë ndjeshmërie, që ti ke një zemër të ndjeshme? Kjo është shumë e bukur. A jemi ne njerëzit të përbërë prej emocionesh, ne jemi materie vetëm. Në fakt është e vërtet Alketa, kur e shikon nga I këndvështrim, lotët janë jetë, lotët janë emocion, edhe sa mirë që nuk thahen lotët, sepse tregojnë që njeriu ka akoma ndjenjë. Njeriu pa ndjenjë është një materie. Sa orë gjumë ke për sot? 4. E shoh që je pak kështu sikur. 4 dhe kam bërë takime në mëngjes, xhirime në mëngjes te Euronewsit, takime prapë me popullin, përgatitem për këtu pastaj dhe jam kështu. Tani pas podcastit që është ora 9 e darkës, ku do shkosh? Takime, organizime, agenda. Vazhdon, ë? Kur fleti gjumë sot? Sot do flet pak më herë se jam shumë e lodhur, por zakonisht flet në 2:30. Të duhet një kimbo kafe tani që do të dalë gjumë mirë. Faleminderit shumë. Okej, atëre, le të themi gjithë ndjekësat tanë që të mos e harrojnë në listën e hapur të Partisë Socialiste Qarku Tiranë, Persida Shkrepën e njësisë numër 3. Faleminderit shumë Alketa. Do dëgjojmë pas zgjedhjeve, të uroj rezultate mirë. Faleminderit. Edhe unë e shpresoj, jam besim plot se do shkojë çdo gjë shumë mirë. Suksese. Faleminderit.